Dhjetori është muaj kur të gjithë mbyllin një kapitull me dëshirën dhe shpresën se viti i ri do të jetë më i mirë se ai që lihet pas. Ky është muaj festave, përqafimeve me dashuri dhe tavolinave të mbushura plot. Mirë po dhjetori nuk troket njësoj në çdo derë, sepse ka edhe nga ata që i kalojnë në heshtje këto ditë festash, pa pasur mundësinë të ndjejnë atmosferën e ngrohtë. I tillë është edhe rasti i familjes Kaplanaj, nga fshati Buzmadh i Fierit. Për t'i takuar, na u desh të udhëtonim gati 150 kilometra larg Tiranës. Përshëndetje. Faleminderit. Kjo familje është e vogël, por sfidat me të cilat përballet çdo ditë janë shumë të mëdha. Këtu krijova familje time fillimisht, gjeta vjerin, burrin, këta dy. Që jetoni në këtë shtëpi ku jemi në aktualisht? Në këtë shtëpi aktualisht, po kjo shtëpia, unë nuk e dija që kjo nuk ishte jona. Shtëpia ka qenë i xhaxhait të burrit. Unë e dija se shtëpinë time gjeta burrin me shtëpi. Pse ata nuk kishin pasur një shtëpi të tyre? Ata kishin pasur një dhomë dhe u kishte filluar me të ranë dhe do i zinte poshtë. Dhe qa ishin bërë këta dy xhaxhallar? E kishe bizituar me njëri tjetri dhe gjyrna, se vjerin e kam pas të paralizuar, burrin me të meta mendore dhe i morën i futu këtu. Po ndjesinë e shtëpisë që të kesh shtëpi tate, unë nuk e kam përjetuar. Ideja e një shtëpie si pronë e tyre ka qenë gjithmonë një ëndër e paarritshme për zonjën 53 vjeçare. Megjithatë, ajo i mbetet mirënjohëse të afërmve që janë gjendur pranë dhe që e kanë ndihmuar, edhe pse sot shtëpia ku ata jetojnë nuk ka as pak lidhje me një banesë normale. Ka vdekur vjerin 2019, pa mbushur viti bjeri, ma filloj maracatia. Prej 5 vjetësh, Bardha, bashkëshorti Luhani dhe djali i tyre 17 vjeçar jetojnë me merakun se banesa mund të shembet e gjitha nga momenti në moment. Dhe do na kishërën këtë avali këtu në kokët e do këshim iku. Pra, su vaja shumë pram, prap qaqe, një zhurë me madhe. Në krevat. Shiko dhe dyshemeja, si ka dhe në të kufina ajo, që lëvisë vëndi, ajo i ke shife, është hapur vetë ajo, këtë re unë aty. Këtu duket vërtet, shiko, është këputu rrës 4-5 cm, shiko. Ka ikë vetë se nuk e kam prishur. Shikoj dhe këtu keni prapë të saritje të dyshemes. Po, ka ikur ajo, ka ikur e gjithë, ja, ajo po hapet, pak në lartë, pak në poshtë dhe ja po i kështu. Ashtu do vi këtu. Dhe neve gënjim vete se mi ha. Pa ajo i ka dhënë shanjat në fakt. A ka thënë ikë, këtu kam quar robet, që ndërojemi që bëjmë, sepse në dollap unë kam bosh fare se nuk mbaj do të gjatë, jesa e po bije. Edhe këtu siguri s'kam, po hajde, që se siguri e ka porta. Skandal këtu, futet miu, futet marqa. Për t'i shpëtuar rrezikut që shtëpia mund të bjerë mbi kokë, familja e vogël Kaplanaj është vendosur në një tjetër hapësirë për të jetuar, që më parë shërbente si një ambient për mbajtjen e bagëtive. Flini 10 këtu, se kishim gjoja 2 dhoma ndej, si që në ndodhi ajo. Gjë, kemi ikur me fjalja dhe dritare s'ka, kemi me plasmas në ty. Zihni pleu këtu, e ta që kemi qënë plasmas e ish izoluar. Po si ja bëni tani në të ftohtë vetëm me plasmas? Nuk i vjen ftohtë këtu brenda në dhëmë? Ku të vjen ftohtë, ngrohtë këtu jemi në. Mbyllim derën, këtu në batanijet, dridhu dhe kaj, kjo është realiteti. Se kjo divan një voç, kjo mi qëse me voç, këtu flejur. Fletia. Këtu flejur. A të flej luale, a këta pastaj, që i djali këtu. Shikon këtu ti këta divan të këto karrige të kjo televizori ka ardhë në Greqia, mi ka pru xhaxhaj mua. Unë time nuk kam asgjë. Që të them ore kam këta time. Kjo dhomë këtu nga e që ka qënë për baktit, shësa lagështi, shësa mykë. Në një dhomë të vogël, pa dritare, ku i ftohti ndihet njësoj si për jashtë, duhet të jetojnë të 3 pjesëtarët e familjes, por